Malet me borë mbi Bozovc dëshmojnë se dimri ende nuk e ka thënë fjalën e fundit, pavarësisht se behari i pranverës kishte nisur të zbukuroj këtë fshat piktoresk rreth sharit. Janë diku 15-16 shtëpi që i sfidojnë dhe i rezistojnë migrimit fshat qytet. Tymi Oxhaqeve dëshmon se këtu ka jetë, ka familje që jetojnë me mallin e zhurmës së fëmijëve, të afërmëve që i kanë në mërgim dhe të tjerëve që kanë migruar në Tetov. Dimri din të jetë i vështirë në këto anë, por sythet e pranverës sikur paralajmërojnë një vit tjetër përplot me bereqet. Kush maj, kush keq, kush qashtë po majnë kina ka përtaje majnë. Ja 5-16 shpinjë mos janë. Qeret shkohen ma kretë. Shkojnë qëtajnë alë në Tetova, shkojnë në përgorbete me cauë, me gra, për të t'kaje prapë ma nuk t'kaje. Që ato ka digji kërë me atë dhe një plak atajnë. Se ma plak qëtaj momentalisht unë jam. Me muaj të tërë qetësi, ardhja e pranverës sikur e zgjon Bozovcën nga letargjia. Ruajtja e traditave kthen zurlat e tupanat, zhurmën e fëmijëve dhe njerëzit në këtë fshat. Shumë të vështira, faktikisht duke e parë se katundet posbrazën, jo vetëm katundet, por tani edhe qyteti po e merr formën e katundeve. Pra është shumë e vështirë jeta në Katun për fal këtyre aktiviteteve, sado na kujton ato fejesat, ato martesat e përpashmit, të cilat hipshin gjallëri Katundit. Shkolla Besa sikur bën roje mbi fshatin. Nga kjo shkollë kanë dalë personalitete që kanë bërë emër në historinë shqiptare. Aktualisht janë 5-6 nxënës që mësojnë në këtë shkollë, të tjerët kanë hapur shkolla tjera në Tetov. Por bozovcasit nuk e harrojnë vendlinjen. Unë faktikisht rrojnë Tetov. Po, ama ma jetë që kemi qua për para këto, do të tomë se tradita kanë për herë. E në ma shumë ma mirë kina kalo, ama gorbeti gjë i bani që të gjë hikë në gurbeqarët këtë të po është me familjen, me kitën e kam jetë që ka toni që gurbe shajfni këtë. Vetë se s'ka katonarë këto më jenë shpërngull këtë familjet, se për të në zemra në gjëqë për to. Imi shumë dëshërat për jetën për fshatin Bozovc. Se ne këtu mi qua jetën gjimëse në jetës, tepër se gjimëse në jetës kemi e këna qua këto. Bozovcasit çdo herë me këngë i kanë bërë ballë stuhive të jetës, kanë lehtësuar mallin dhe dhimbjen e kurbetit. Nga mërgimi vjen haberi për një dasëm, këtë verë me tradita bozovce. 2 të rinj të fejuar në mërgim dëshirojnë që dasmën e tyre ta bëjnë në Bozovc, duke respektuar dëshirën dhe amanetin e nënës. Në takim me një bashkëtarin tonë, Gjaliri, tha dua të bëhen vendet apo të bëhen Bozovc. Edhe gruën tha duhet të bëjnë nusë atje. Duhet të bëjnë me dimia, me tela, si do nana ime tha. Edhe neve në lindi kjo në preku shumë, se ajo është mërgjimtar. Edhe kështu ullëm me idetin e bëm tekstin, e bëm muzikën, edhe kështu që doli një këngë shumë e bukur. Duam të shkojmë, të shkojmë në Bozovc, të bëjmë dasmën, atje dhe të veshëm thot me tirqe xhamadan. E ti të bahesh nuse ashtu si do nana, se nana ka dash që e ka pas çdo herë ka mendu që fëmijët e asaj të martohen në fshat dhe të bahen nuse ashtu si me traditat e fshatit. M'ka marrë malli te kroji Sulejmanit ujë me pi, arat qelishta kanë ra në mërzi. Janë tekste të këngëve të vlezërve Jashar dhe Idajet Sejdiu, por janë edhe toponime që çdo bozovcas i di. Janë vende që gjithmonë u kthehen njerëzit nga Bozovca, qofshin në Tetov apo në mërgim. Malli për Bozovcën nuk shuhet asnjëherë. Pranvera me lule e vera me dasma gjallërojnë këtë fshat të strukur midis sharit, i cili pavarësisht migrimit, me Oxhaqe që tymojnë japin mesazhe jete, mesazhe shprese dhe mesazhe a dhe dashurie.